Ne do t'i trajtojmë dhe do t'i legalizojmë të gjitha ato në përputhje me dokumentet e hartuara. Është lehtë me thonë sot do trajtohen 50-15, mirë po këto duhet trajtohen të gjitha. Stafi do të rritet 100% për me kry 100%. A kryhen? Sot nuk u të me thonë taksativisht që kryen kaq. Fillimisht duhet të krijohet një grup i ekspertëve për shkak se edhe kapaciteti dhe stafi aktual i profesionistëve që punojnë komunë është i vogël dhe nuk ka mundësi me i trajtu gjitha këto kërkesa në mënyrë adekuate dhe përpothshmëri me legjislacionin. Duhet të krijohet një grup i ekspertëve të analizojë gjitha ndërtimet dhe ato që kanë mundësi me u rregullu dhe me u legalizu, bazuar edhe në ligjin që parashen deri në 2018 të gjitha ndërtimet që janë të ndërtuara deri me 5 apo 3 shtator 2018 duhet të legalizohen. Ne do t'i trajtojmë dhe do t'i legalizojmë të gjitha ato në përputhje me dokumentet e hartuara. Ndërsa pjesa tjetër duhet shikohet sepse kemi edhe objekte të ndryshme me specifikacione të ndryshme, të cilat nuk ka mundësi komuna me i trajtu, duhet të trajtohen edhe nga ministritë përkatëse, nga Ministria e Ambientit apo Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, sepse ka objekte edhe të trashëgimisë kulturore, andaj duhet të kemi një harmoni të përgjithshme me institucionet qendrore dhe lokale në mënyrë që të kemi një trajtim të barabartë. Se për këtë numrit është lehtë me thonë sot do trajtohen 50-15, mirë po këto duhet trajtohen të gjitha. Duhet krijohet ekipi, duhet punojnë pandal. Mira, po premton djali që i trajton të gjitha. Duhet trajtohen të gjitha, ndërsa sa përfundojnë, sot është mendoj e pasinqirtë nga gjithë ne këtu thuhet që trajtohen për një vit ose për një mandat gjitha. Sepse nuk kemi ndonjë pikë mund të thonë që trajtohen të gjitha. Mirë, por përpjekja është maksimale që është jo reale mu trajtu të gjitha. Po unë e lypini për kushtim. Pse? Sepse njerëz dojnë me ditë sa keni menajt gati. Sa tirin kryetari gati kryhen. Nëse kryetaria punëson ma shumë njerëz kryhen. Nëse si rin gati s'kryhen. Amani për qindje. Përkushtimi është 100%, stafi do të rritet 100% për me kry 100%. A kryhen? Sot nuk u të me thonë taksativisht që kryen kaq, edhe mendoj cili do nga ne që e thot është të pasinqirtë. Mirë.